Marsi ndes zemrën. Vendimi i guximshëm që s'mund të shtyhet. Kur Marsi ndes zemrën, heshtja brenda nuk mjafton më. Energjia kërkon lëvizje, fjalët duan të thuhen dhe vendimi nuk prek kalendarin. Kjo javë nuk do shpjegime të gjata, por qartësi të butë dhe guxim të pastër, një telefonat, një thjesht, një derë që mbyllet me respekt. Nëse rrahjet janë rritur sa herë e mendon, kjo është shenja. Mos e auskulto tepër mendjen, dëgjo trupin. Zgjidh një hap të vetëm që afron shpirtin me rrugën e tij. Tani është koha e veprimit të qetë. Dashi. Për dashin, Marsi ndes rrugën si një fener që s'toleron zvarritje, por kërkon iniciativë me përgjegjësi. Energjia është e zjarrt, por mësimi është disiplinë. Vendimi i guximshëm është ai që respekton vetveten dhe kufijtë e tjetrit. Në dashuri, vendose të vërtetën mbi lojën. Nëse zemra e di drejtimin, formuloj qartë dhe ofro një hap konkret, jo premtime pa afat. Në punë, zgjidh një pistë të vetme që sjell vlerë të prekshme brenda 7 ditësh. Mbyll një derë që të shpërqendron. Hapi praktik. Shkruaj deklaratën e qëllimit në 2 fjali, plan 3 hapash, nis, verifiko, dorzo, afat 72 orësh për nismën e parë. Kujdes ndaj impulsit që djeg ura, ndërto ura të reja me komunikim të qartë. Rituali i javës, 10 frymëmarrje të thella para çdo vendimi dhe një pyetje e vetme. Ky hap më afron apo më largon nga e vërteta ime? Kjo është guximi i matur që Marsi kërkon. Peshorja. Për peshoren, Marsi sjell nevojën për ekuilibër të gjallë, jo paqe që shtyp dëshirën, por harmoni që përfshin të vërtetën. Vendimi i guximshëm është të thuhet po aty ku zemra është lënë pezull dhe jo aty ku mirësjellja ka zëvendësuar mirësinë ndaj vetes. Në marrëdhënie, zgjidh një bisedë të vetme që e ke shmangur, përgati 3 fjali, si ndjehem, çfarë dua, çfarë propozoj. Në punë, vendos prioritetin që krijon hapësirë dhe heq shurmën. Një deloat i detyrave kozmetike për të nxjerrë vlerën reale. Hapi praktik. Vendim 24 orësh për një çështje zemre ose një projekt. Shkruaj kriteret e suksesit dhe një sinjal stop që të mbron nga teprimi. Rituali i javës. Një shëtitje e qetë 20 minuta me fokus në hapin e këmbës. Mendja qartësohet kur trupi gjen ritmin e vet. Guximi për peshoren është formëzimi i bukur i së vërtetës, jo shmangia e saj. Akrepi. Për akrepin, Marsi ndes thellësinë që kërkon transformim real, jo lëvizje sipërfaqësore. Vendimi i guximshëm është ai që i jep fund një cikli të fshehtë dhe hap një portë të pastër. Zemra e di ku është lidhja që të mban peng, një zakon emocional, një frikë e vjetër, një dyshim që ha besimin. Këtë javë, formule një kontratë me veten. E vërteta ime është dhe veprimi im është tani. Në dashuri, sinqeritet pa dramë, thuaj e butë, por plot. Në punë, zhblloko energjinë duke hequr njërin ngërç konkret, një dosje e stërzgjatur, një bisedë e mbytur. Hapi praktik. Rrit i përditshëm 15 minuta shkrim të papërpunuar dhe një veprim fizik i vogël që simbolizon mbylljen PS. Rendit një hapësirë, fshin një dosje të panevojshme. Rituali i javës. Dush i ngrohtë hekur i ftohtë si ankor sensoriale para vendimit. Guximi i akrepit nuk është shpërthim, por prerje e pastër, e qetë, e pakthyeshme. Nëse një dritë ndes të zemra gjatë këtyre fjalëve, mos e lër të shuhet. Zgjidh hapin e vogël që bën zhurmë brenda teje të pushojë së kërkuari leje. Për udhëzime javore të qeta e të thella nga zëri i universit, abonohu dhe ndis njoftimet. Këtu guximi bëhet i prekshëm, një vendim çdo javë.